Doktor Lirdona, ajo që kam lënë për shtypje shumë, unë përbesej që e shesh dhe dy të pacientat, është edhe mos ngopja e marrjes së këtyre shërbimeve. Vjen për shembull i bën ta zëm boost pak, kërkon pak më shumë, sikur e eskalon pak situatën, dhe na kemi po në media shumë deklarata, intervista që janë pendu, që i kanë hek pastaj. Po, do më thënë, më herët fatkeqësisht ka pas vetëm produkte apo substancat të cilat kanë qenë të përjetshme, edhe që kanë qunë komplikime të shumta të ndryshme. Tash në ditët tona fatmirësisht kemi, do më thënë, preparate të cilat mund edhe të largohen në rast se keq injektohen apo nuk pëlqehen, pastaj ato mund të largohen fatmirësisht, edhe janë me preparate të cilat janë më të pranueshme për organizmin e vetë njeriu, sepse janë substanca të cilat neve veç i kemi në organizëm, edhe shumë rrallë mund të vi deri tek reagimi i organizmit ndaj këtyre substancave. Këtë e kemi, mirë po ja që kërkesat, do më thënë, çdo herë janë. Nëse një e re, ose edhe i ri, sepse ka kërkesa shumë edhe nga gjenia, po se edhe ata dojnë me u duk bukur. Edhe ka kërkesa, po ajo mandej po shkon, do më thënë, nëse bën një intervenim të vogël tek buzët, mandej vjen me një kërkesë në molza, në jawline, do më thënë, të nofullës, në rimodelimin dhe formimin e saj, në rrudhat e bollit, për rreth syve, ka pak të shkojnë kështu ngadal. Mirë po, ajo mundet me qenë, që është e mirë, se dhe bëhen nga një ndërhyrje lehtë në secilën pjesë që ti nuk ndihesh mirë me të. Mirë po, kërkesa, do të thënë, nëse i ka fry buzë pak edhe vjen jo po duhet edhe pak, atëherë ajo po kalon edhe po del jashtë dukjes së bukur të tyre.